Këtu është horoskopi i hënë 6 tetor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Sot po vinë shërim të shkëlqyeshëm dhe përgjigje të mira, një ditë e dobishme edhe për ndjenjat, tregimet më të vlefshme dhe intriguese të kohëve të fundit. Në familje ka nevojë për të bërë paqe mes dy personave që nuk po kuptohen për momentin. Demi. Ajri i frytshëm për iniciativa. Ka ardhur koha që çifte e gjata të bëjnë zgjedhje për jetën, takime të reja të preferuara. Binjaket. Një situatë e bukur për kontaktet, provimet dhe intervistat e preferuara. Admirues të rinj dhe mbi të gjitha siguri për ata që punojnë shumë. Gaforja. Ditë e ngatëruar me vonesa. Në dashuri jeni të hutuar. Inkurajoni vendimet në çift, ndryshimin e zyrës, shtëpisë, marrëveshjet ose kontratat që të nënshkruhen. Luani. Në dashuri nuk ju duket e kënaqur ose ka një distancë për të mbushur. Idetë tuaja janë të mira, por e keni gabim që i propozoni në një mënyrë jashtëzakonisht të detyrueshme. Virgjeresha. Bëni pushim për mendime në lidhje me aktivitetin. Kujdes nga mashtrimi. Peshorja. Dashuria kthehet në plan të parë, në këtë pikë mbetet vetëm aktiviteti që kushton pak më shumë për investimet e bëra së fundmi, mund të merrni diçka më shumë në të ardhmen. Akrepi. Ditë emocionuese, impulsive, interesante. Në dashuri mund të gjesh brigje të reja, duhet të punosh shumë. Shigjetari. Vitaliteti juaj i papërmbajtshëm fillon të rrjedh pa kufi. Dashuria është protagoniste, kush lëviz do të ketë zgjidhje që vinë. Bricjapi. Lajme nga jashtë, telefonata, mesazhe të rëndësishme, duhet të godasësh sa hekuri është i nxehtë, takime pune, ditë e dobishme, sot shumë do të dëgjojnë fjalët e tua. Ujori. Zgjedhje të detyruara, ndryshim pune, përdik nga viti i kaluar qoftë edhe i shtëpisë apo i ambientit. Tradhtia nuk paguan, por një pabesje e supozuar ose e vërtet përfaqësonte mjetin për të zgjuar një marrëdhënie tashmë të raskapitur. Peshqit. Kush ka një histori që vazhdon prej disa kohësh, nis projekte të mëdha që mund të kenë të bëjnë edhe me bashkëjetesat apo fëmijët. Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni mosmarrëveshjet dhe përplasjet. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Shihemi nesër.